Përshëndetje goca, mirë se keni ardhur në një vlog mas tjetër këtu te kanali im. Për ju që nuk më njihni, unë jam Romilda. Atëherë, jam munduar që ta tregoj mirë pamjen ku jam këtu, me të drejtën se nuk ulet kjo. Nëse më shikoni te koka. Atëherë, dita jon ka filluar herët si gjithmonë. Tani, unë me Zojën isha te kafja me shoqen. Ishte shumë ftohtë, me thënë drejtën, sot isha çik freskët, dhe tani, me qenë se unë nuk kam ngrënë asnjë gjë, s'kam ngrënë bukë, me thënë drejtën, s'kam ngrënë mëngjes fare, edhe është vonë, ora është po shkon 1, unë sot, tani do bëj një gjë shpejt e shpejt, edhe sot do gatuaj për pastaj, do me thënë i bie për ndarkë, se kur do ha me pastaj, do gatuaj spinaq, do bëj spinaq me oris. Unë kështu e quaj, nuk e di si e quajnë ju, burania, di unë se si e quajnë disa. Do ta bëj pastaj, por tani do bëj diçka të shpejt për vete se mbarova, po më hahet shumë bukë. Dhe u kujtova që unë aty kam këto petët që i kam bler tek Aksioni, këto petët kështu. Dhe po mendoja që të bëja diçka me këto, do thoni jo qa do bësh, si mas kokës time, bëni ndonjëherë kështu ju gjëra si mbas kokës? Tani, do ta bëj këtu te airfryeri, normale, do ta pjek këtu te airfryeri, dhe, se kam, nuk e tregoj dot këtu, nëse, do a tregoj kështu, duke folur edhe duke e bërë këtu vetë, në fund, e shikoni rezultatin. Edhe, sot me Zojën vajtëm te kafja, ju tregova, nuk është se vëm do një gjë interesante, unë madje harrova fare të filmoja, kur u kujtova unë, kisha edhe kamerën nuk e kisha me vete, gjithsesi s'ka gjë, filmova pak me telefon. Sot do bëjmë ndonjë gjë interesante, vjen Iliri sot në Shqipëria, edhe do presim babin sot, me thënë, do e presim këtu te shtëpia, se nuk do shkojmë ta marrim neve, jo. Zoji, o zot sa e ka marrë malli, sinqerisht, fëmijët kuptojnë shumë, Zoji e ka ndjerë shumë mungesën e Ilirit këto 2 ditë, edhe pse 2 ditë ishin, por sinqerisht nuk e di, domethënë, e ka ndjerë shumë. Ajo kur hap bukë, zakonisht Zoji këtu, që e ulun te karrigja vet, shikon nga dera, se te dera aty te dhoma tjetër keni vënë re që është një pasqyrë e madhe. Edhe ajo gjithmonë, domethënë, shikonte aty, edhe Iliri që rri ulur te divani, i fliste, domethënë, e shikonte që ishte aty. Edhe këto ditë ajo hante bukë dhe shikonte her pas here anej kështu. Edhe si ishte babi, ose kur qoheshe na gjumi, që shikonte këtej, zjaste kokën, se mra një kështu e vizës. E ka ndjerë shumë, ose kur i thu babi, kthen kokën. Ua, nuk e di, domethënë. Qa mra më i zot këtu? E ndjen shumë. Mra kjo, shisje, atë marrë, cajnat kam, mra një 2 kështu këto të vezës, sepse mu qa shumë keq. Ja, shikon si do vënohem unë kështu. Iku një, kam edhe një më duket. Kam shumë inat. Eshtë këtu. Ja doli. Edhe me zi po pres që Zoji takoj Iliri, se aq shumë e ka marrë malli mistrecen. Nuk e di, domethënë, e ka marrë shumë malli. E ka ndje vërtet. Edhe vërtet që fëmijët, edhe pse kaq të vegjël, e ndjej mungesën e njërit prind kur nuk e kanë, për shembull, sinqerisht. O zot them, o zot, nuk e di, janë shumë të fortë ata prindër, ato që janë të vetëm, domethënë që i ka ndodhur ndonjë fatkeqësi ose ndonjë gjë. Se nuk e di, o zot mos na sprovo kur thot shoqja ime me këto
gjëra. Edhe tani, që do bëjmë neve? Uroj që ta filmoj atë pjesën kur ta takoj Tiatin, kam shumë qejf se janë dhe kujtime të bukura kur i bën këto gjëra që i ruan kështu. Tani do marr këtë petën goca. Po pse se ul kështu? Shikoni këtu poshtë. Okej, unë flas, ju shikoni këtu. Tani do marrim të petën. Kam shumë peta këtu. Do bëj një 2 edhe do ta fus këtu. Çështja është që kjo ka qellu çike madhe kjo peta. Sikur ta bëj të pelos kështu. Pres një herë. Ta bëj kështu. Është çike madhe kjo peta. E mira do ishte që ta... Okej, unë po e fus kështu në brenda. Ose jo, lere kështu, s'ka gjë, do ta bëj si ti byreku, se mbajti mendja. Kështu, dhe këtu brenda, do t'i hedh fare të dy avezët tuna. Kështu do ta bëj, do ja hedh të dy avezët, dhe brenda do ta mbush me gjëra. Do me thënë, do i hedh vezën, do i hedh... që që da... Këtë... Hamaj... proshutën, dhe pastaj e mira ishte që kam edhe salcën e kosit që e kam bërë vetë. Do ta lyj pak me salcë kosi aty brenda. Si vezë, do bëhet si byrek. Po, vëdi që mbarova për të ngrënë. Aq shumë ka marruria sa nuk e keni iden. Por më e mira do ishte ta bëja te kjo poshtë, se këtu lart kam frikë se do mdigjet. Po, duhet ta bëj te kjo poshtë. Te kjo pjesa e fryerit poshtë, pasi lart është shumë afër. Ajo telat që nxejnë të, kështu që më mirë e bëjmë të poshtë. Tani do marrim një thik kështu nga kjo. Çfarë ramër zot. Që të bëjmë? Marim një thikë si këto, dhe tani do ta lyej pak shumë. Se qa do dali këtu nuk e di unë, po hajt me. I gjë do dali. Një gjë do dali këtu, goca. Duhet filloj të bëj edhe gjellën. Nejse. Duhet edhe të haun, bëj një gjë të shpejt. Se s'kam ngrënë. Kështu. Ti hedh edhe pak. Duhet të zekos, punët i kam bërë që mbrëm, se s'ju tregova. Mbrëm neve, pas ju kthyem nga kafja, me... Prita ta mberi pa kamerën kështu se... Më shikoni. Mbrëm pas ju kthyem nga kafja, ne... U zgjuam neve në orën 2, u zgjuzoj do me thënë në orën 2, një orë fjeti, nga ora 1 deri në orën 2, edhe unë nuk është se vendosa me në gjumë, që ta provoja sërish, se në orën 2 ne do takoheshim me gocat. O taku me gocat, mirë bukur, Zoi don të gjumë, në fakt, por ne ikëm dhe kur u kthyem pastaj, në orën 4:30 ka qenë, sa e zuri gjumi direkte, sa e zuri gjumi Zoi në ora 5 pa ca kështu. Tani do t'i hedhim vezën, goca. Më do t'ja hedh vezën përpara, pastaj t'i hedh këto proshutat sipër. Mendoj, apo t'i hedh proshutat poshtë, se veza do piqet. T'i hedh proshuta. Po i hedh 4 proshuta. Edhe po thoja që e zuri gjumi Zoin. A e dini juve kur është qua jo? Në orën 9 të darkës. Edhe nuk u çu kështu që të rrinte e zgjuar. Jo, po shqyqy që u çu sa e ndrova. Ajo u çu sepse donte të pinte. Edhe unë u mundova që ta vendosja në gjumë prap, por jo, donte gjumë prap zotrotja. Ua, nuk e di domethënë, ka fjetur mbrëm.
në ato orë, edhe i dhash për të pirë, e ndrova se unë me idenë se nuk që do zgjohej, do flinte 2 orë maksimumi, thashun, edhe do zgjohej ajo, edhe do i vishja dhe robet e gjumit, kur u quk, është që edhe me të qara, se kur duan gjumë prap, edhe kur këshu, duan të pinë, u qu me të qara, nuk është se të paraqohet zoj me të qara as i herë. Edhe unë pastaj e ndrova, me zi e kam ndru, i dhash për të pirë, ajo prap gjumë pastaj. Okej, thash fjeti prap pastaj, dhe edhe kështu, do i heq pak, se është shumë, do i heq pak kështu rreth e përqark, se është shumë e madhe kjo goca. Edhe do t'i heq pak kështu rreth e përqark, që ta fus aty, këta pjesën që do ta mbuloj lartë. Edhe u zyzoj në orën 9:30, u qu dhe një herë tjetër pasaj, në ora 10 paca, derisa e zuri gjumi tamam. Dhe pastaj nuk është zgjuar më deri në orën 4:30. Mëngjesin e ka shumë kështu zoj. Mëngjeset zoj zgjohet shumë herët. Unë se di si i kanë bebat e juaj zgjimet, por zoj është fëmijë që çohet shumë herët në mëngjes. Edhe unë e pash, e ndjeva që kjo po loste, lozi, pastaj filloj të qante. Unë nisa. Edhe pastaj daleme, e bërë të rëmbullak këtu këta. U quam do me thënë, bëm ato adetet e mëngjesit, i dhash për të ngrënë, e kështu gjërash, dolëm qpar, fjeti prap, sepse u qu shumë herët, edhe e vura në gjumë prap në ora 7, dhe në orën 9:30, apo 9, kur u qu 9, qka e tillë, 2 orë fjeti. Edhe, kështu, tani e vura në gjumë prap, se nuk fjeti më. Inshallah rrisa të bëj dhe unë gatuj që të bëj gjellën, por mbrëm ndërkohë që zoj flinte, unë kam bërë gati atë të dietës website-in, që mund të blej njerëzit direkte, edhe pastaj jam marrë me ata o goca 2 orë, duke u marrë me ata sinqerisht. 2 ora mos më shumë, edhe pastaj me punët, kam bërë punët, tash okej, me qenë se po fle dhe zoj, bëra punët, u mora me punët e shtëpisë, i sistemova të gjitha, fshiva do me thënë, gjitha si që bëhen punët, vetëm kam lëmë për të marrë plurat, edhe ato do t'i marrë kismet të gatuj herë, ma vonë, ose edhe ndarë, s'ka gjë, du t'i marrë sot. Lavatricën e kam vënë, kam për të nxjerr lavatricën se mbaroj, por se dia do ta nxjerr do tani, ose ma vonë kur vi Iliri, se kam hallë se zgjohet zoj, edhe unë e kam jashtë, gjithsesi edhe e rregulloj këtë si do ta bëj. Kështu. Okej, këtë e kam gati, tani do ta fus ta pjek. T'ua tregoj pak? Tani kjo është kështu, nuk e di si do dali, por mendoj se dali e shishme. Do ta fus, do ta pjek. Do pishet veza që është brenda me gjërat e tjera. Të shohim në fund. Po. Njëherë 2-3 muaj duhen bërë këto. Goca. Harrova të filmoja. Por memoriala në telefon edhe prandaj. Por e kam kapur pak atë se si u bë ushqimi im i famshëm. Kishte shije, kjo ka rëndësi, ndoshta nuk duke i bukur aty, por në shije ishte super e mirë ajo që bëra për të ngrënë. Ngra dhe tani kam futur këtu në tenxhere. Si që tregova, do bëj spinaq me pak oriz, edhe i hodha ujë tani, të zjej. Unë e bëj shumë thjesht, i hodha me pak gjalp edhe me pak vaj ulliri, e skuqa qepën, i skuqa dhe qep do me thënë, pastaj hodha dhe pak spinaqin, shumë pak, se spinaqin nuk është se ka shumë nevojë për skuqe, se ai bëhet shumë kollaj, thjesht sa për t'ja marr pak ment. Edhe hodha dhe pak edhe oriz, 1-2 duar, kështu se sa do gatuj shumë, se po më sjell konata diçka për të ngrënë edhe nuk do bëj shumë. Edhe i hodha spinaqin, i hodha ujin, i hodha dhe shumë pak salcë, edhe do ta lej që të zjej.
Çështja është që unë po mendoj që mos ta bëj me mish sot. Se u bë kohë që nuk kam bërë këtë siç e kam bërë me vezë. Sot po mendoj që ta bëj me vezë, do me thënë, pasi në fund fare do të shtoj dhe vezë. Në fund, masi t'jetë zier gjella, çdo gjë t'jetë gati për të hequr, 5 minutat e fundit do të shtoj vezë, se edhe me vezë bëhet e mirë. E kam pas bërë dikur, po bën goxha kohë me thënë drejtën, edhe kisha harru fare që ta bëja me vezë. Edhe kur e kam bërë herë të tjera këtu, që kam gatuar, nuk e kam bërë me vezë. Po se di se nga më kujtu kjo me vezë, nuk e di se kush kishte bërë, se ku e kam parë, që e kishte bërë me vezë dhe thash, okej, Romilda, do ta bësh herë tjetër. Dhe mirë që u kujtova, do t'i nxjerr vezët që mos të harroj, t'i la aty. Shumë fola. Më tregoni ju si e bëni këta. Unë e bëj shumë thjesht. Edhe del goxha e mirë, me thënë drejtën. Edhe në fund kur ham pasaj me çik limon, çat hash. Kështu njerëz, kam lënë dhe spinaq tjetër aty sepse kisha 500 gram, nuk është se mora shumë, ju tregova, mendoj se është më shumë se gjysma aty. Mirë do ishte ta kisha larë dhe atë tjetrin me që e lava këtë. Edhe nesër do më vi halla nga Italia. Mezi po pres, do niset herët në mëngjes edhe ata besojnë darkët vinë, se është goxha rrugë e gjatë me thënë të drejtën. Gjithsesi, rëndësi ka që nesër darkë do vinë këtu, do jenë këtu. Edhe duke folur me hallën, po më tregonte që na bëj një byrek, tha, ditë bësh byrek e kështu gjërash. Ajo nuk është se është shumë që e ha shumë byrekun me thënë drejtën, po si më thash, edhe unë do ja bëj. Do ja bëj me spinaq, ti hedh edhe pak kështu djathë ose me kohë sipër, nuk e di ta shoh. Por po mendoj t'ja bëj, domethënë me qenë se kishte me qef, me qenë se i ka vajt mendja, se halla ime nuk është se gatuan shumë kështu brumura me thënë drejtën dhe byrek nuk bën. A nuk e di, a di të bëj ajo byrek apo jo, se di. Halla ime është e martuar me italian. Edhe me qira fjala, jo se italianët nuk han byrek, po prap nuk është se han shumë byreku. Nëse tem tjetër kjo, kështu. Nesër do kemi njerëz dhe në ditët në vazhdim do kemi, mendoj, kontent të bukur. Do me thënë, video të lezetshme, sepse mund të dalim, jo mund, po besoj se do dalim, do shkojmë në për tregjet e Krishtlindjeve, edhe mendoj se do ja kalojmë bukur, do me thënë, edhe pse koha nuk është shumë në favorin ton, prap nuk do jetë shumë ftohtë, edhe e rëndësishme është që nuk do bjerë shi, borë e kështu gjërash. Deri në 10 gradë do jetë, mirë, tolerohet. Se sot vërtet ishte 8 a 7 gradë, por ishte më freskët se dje që ishin gradët më të ulta, nuk e kuptoja. Thash dhe i hashpar më duket, Romilda, nuk e di. Mirë tani, se shumë fola. Tani, unë sa u trema. Do sistemoj dhe qik këtu kanca em për të larë, edhe pastaj, kaq, dy laj këto enët, do bëhet gjella, do përfuzoj që mund të shohet nga momenti në moment, do shkoj ja për të pirë nëse do t'i kthej gjumi prap, do shkoj do futem pak se më besoj se më kanë shkruar goca, më kishin shkruar disa goca për dietën. Edhe kështu njerëz, presim babin, Ilirin edhe kaq. Kështu do jetë këtë dita sot me jo, në një gjë shumë interesante. Mos prisni, se s'kemi çfarë të bëjmë, s'kemi nga ta nxjerrim, e kuptoni? E kam thënë te vlogu tjetër, rëndësi ka që të publikojmë disa gjëra aty, mastorim pa vlogmas, sepse ndonjëherë mendoj them, s'kam në gjë interesante, sigur mos filmoj sot ose se nuk dua të dukem edhe e mërzitshme për juve aty. Pastaj them, okay, me qenë se ke dhënë llafin e ke thënë, dua ta mbash. Sido që të jetë, çdo lloj gjëje që të filmojmë, sado e vogël qoftë, duhet ta mbash llafin. Mendova se u çu kjo, jo. Edhe kështu, njerëz, do ta mbaj llafin. Mirë. Tani, po zjen kjo. Rumstek shumë se mos e kam gabim. Rom. Me romstek. Mi ka sjell kunata nga Shqipëria dhe unë direkte e kam këtu. Po e ha. I qanë. I ka bërë vetëm për mua. Shumë të mira.
Goca. Përpara se të mbyll vlogun për sot, se më shkoj shumë vonë, ora është 9, unë do ta hedh tani këtë. Dua t'ju tregoj këtë veshjen që ja ka sjell halla Zoit për Krishtlindje. Është shumë i bukur. Shikojeni pak. Po kjo shoka shumë këto, kështu. Si duket, nuk e di, janë natyrale këta apo ja forse kot. Nëse. Shikojeni pak. Që sa i bukur. Zoi First Christmas. Zoi e ka një kështu First Christmas, po e ka pa emër. Kjo është me personalizim, është shumë e bukur. Ka këtë badin, ka edhe... Shikoni pak. Ka këtë kordelen, ja dhe i këtani. Ka këtë kordelen, shumë e bukur dhe kjo, i ben besoj se. Okej, ka kokën e madhe. Edhe këto, çorapet, shumë e bukur. Mezi po pres t'ja bëj foto Zoit për Krishtlindje. Dhe me këta, unë po mbyll vlogun sot. Vlogmasin. Më shijuan shumë ato që quhet romstekat. Ishin shumë të mira. I lumë shinduar të kunatës time. Edhe babi na erdhi, kështu që po e mbyllim vlogun dhe do shifemi nesër në vlogmasin tjetër me gjëra të tjera interesante. Natën!